Dëmet vjeti kemi kaluar në emigracion. Punuam andej, morëm eksperiencë, e punuam në këtë fushën shimore dhe e pa më të arsyeshme gjenim të ngrimin tej. Punën për të kthyer, për të hapur më tej punën këtu në shtëpi. Bëjmë kontrata me fermerët, u japim farat i mbledhin vetë në Itali, u japim farat, fermerët e vendit zonës tej pasaj bëjmë fidanët, e mbjellin në fushë, kryesisht me prodhime fushë. Një pjesë e këtyre e kalojmë në Itali, punojmë me specin djegës dhe me specin kabit kuqe që punojmë me eksportin. Se tani kemi filluar dhe me specat e bardha. Tani është fillimi i sezonit të themi, po kur fillon që vjen pulmi në gusht, shtator dhe tetor, kemi detyruar marrim edhe deri 20 deri në 30 nëntor.